Inna ladhina kafaru sawa'un alejhim. 2 javë të mbushura me mësim, edukim, aktivitete fetare dhe lojra të shumta kanë bashkuar 160 nxënës në kursin veror të organizuar nga Këshilli i Bashkisë Islame në Shtime. Gjatë këtij kursi, pjesëmarrësit e grupmoshave të ndryshëm u njohën me elementet bazë të fesë islame, duke kushtuar vëmendje të veçantë edukatës fetare dhe vlerave morale. Nxënësit që u bën pjesë e këtij kursi treguan se gjatë këtyre 2 javëve kanë përfituar njohuri të reja që më herët nuk i kanë ditur. Kemi mësuar shumë gjëra të reja dhe kemi pas aktivitete ndryshme që kena kalu shumë mirë. Ju kanë shumë argëtuese aktivitetet këto edhe ligjëruesit ju kanë shumë të mirë dhe kanë mësuar shumë sene të reja që na marrët nuk i kena ditë. Kena mësuar shumë hadithet që kanë fol pejgambert, si për shembull një që u kanë veprat vlen sipas qëllimit. Kemi pas aty tregon se veprat vlen sipas qëllimit dhe çdo njeri do ta ketë shpërblimin e tij sipas qëllimit të tij. Kena mësuar edhe ka një lëndë që është lënda me udhëzoj Zoti, aty kena mësuar shumë sene të reja, për shembull i kena mësuar kushtet e imanit, kushtet e islamit, që janë kanë shumë të mira për neve sepse këto janë domethënë çelësi që na dohet me pas për islamin. Kryetari i Këshillit të Bashkisë Islame në Shtime, Skender Efendi Baftiu, tha se ky kurs është i veçantë për shkak të rëndësisë që ka për fëmijët, por edhe për interesimin e madh të nxënësve. Mendoj e veçanta e këtij organizimi të këtij kursi është që ka zgjuar një interesim mjaft të madh nga nxënësit, ku kanë prezantuar dikun 161 nxënës së shkollës fillore. Qëllimi i kursit është që përfitojë njohuri sa më shumë, por natyrisht fokus është edhe edukata, mirësjellja, respekti ndaj prindërve, familjes, të moshuarve, e kështu me radhë. Pra, ajo që mund të them është që ky vit ka qenë më specifik, ka qenë më i veçantë për shkak të interesimit të madh të nxënësve në këtë kurs. Do të vazhdojmë edhe me tutje, me aktivitete të ndryshme. Kryeimami i Shtimës Bunjamin Efendi Emini tha se investimi në edukimin fetar të brezave të rinj është një investim për të ardhmen e shoqërisë sonë. Qëllimi dhe ideja gjithmonë është që të rinjët e komunës sonë t'i afrojmë sa më shumë në rrugën e Zotit dhe në mësimet fetare. Gjatë këtij kursi veror, ne e kemi ndarë nxënësit në 4 grupe. Grupin e parë ku fëmijët nga mosha e vegjël, nga parashkollor, kështu të themi deri te klasa e 5, e kemi orientuar me mësimet bazike, sikurse siç është mësimi i shahadetit, duke filluar pastaj me suret të tjera, çështjet e besimit, kushtet e imanit, të islamit e kështu me radhë. Pastaj edhe nga klasa e 5 deri te klasa e 9, ku i kemi ndarë në 3 grupa apo në 3 lëndë, ku mësimet kanë qenë kryesisht të orientuara te kjo pjesa e haditheve të pejgamberit alayhis salatu vesselam, porosive profetike. Kursi veror zgjati 2 javë dhe u përmbyll me pjesëmarrjen e 160 nxënësve. Në fund të kursit u organizua një testim për të vlerësuar njohuritë e fituara gjatë programit, ndërsa për nxënësit u organizua edhe ndarje dhuratave simbolike, shëtitje dhe aktivitete të ndryshme argëtuese për fëmijët.